Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryeministri Istrem Miskovski premton uljen e çmimit të energjisë elektrike për qytetarët nga 5 deri në 10%. Ai deklaroi se po përgatitet një portofol konsumator që duhet harmonizohet me distributorin dhe me prodhuesin shtetëror. Të shfrytëzohen përfitimet e burimeve të rinovueshme të energjisë, konkretisht energjisë diellore, dhe atë në përzierje gjatë gjithë vitit, të sigurohet një çmim mesatar i energjisë elektrike, i cili unë jam optimist i moderuar do të ishte nga 5 deri në 10% më i lirë se ai aktual, deklaroi kryeministri i Maqedonisë së Veriut. Kryetari i Kuvendit i Maqedonisë së Veriut Afrim Gashi në bilancin 2 vjeçar të punës në krye të legjislativit deklaroi se në këtë kohë është përpjekur të udhëheqë Kuvendin me përkushtim dhe respekt ndaj të gjitha dallimeve politike duke punuar për një institucion funksional më të hapur dhe më afër qytetarëve. Kemi forcuar diplomacinë parlamentare, kemi avancuar transparencën dhe digitalizimin, si dhe kemi punuar për të konsoliduar rolin e Kuvendit si shtëpi e demokracisë dhe dialogut. Ky raport është dëshmi e punës përditshme, e përpjekjeve të përbashkëta dhe bindjes se institucionet forcohen kur veprojnë me përgjegjësi dhe llogaridhënie, shkruan Afrim Gashi. Bashkimi Evropian kërkon nga partitë politike në Kosovë formimin sa më shpejt të institucioneve të reja politike në vend. Përfaqësuesja e lartë e Unionit për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Kaja Kallas, apelon që zgjedhjet demokratike dhe gjithëpërfshirëse në Kosovë të hapin dyert për të kthyer faqen pas më shumë se një viti bllokimi politik. Ajo ka nënvizuar se progresi në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe normalizimi i marrëdhënieve mbeten thelbësore për avancimin e Kosovës në rrugën e saj europiane. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Ministri i Drejtësisë i Shqipërisë Toni Gogu në paraqitjen e projektligjit për dhënien e amnistisë penale deklaroi se 380 persona fitojnë lirim të menjëhershëm nga ky projekt, ndërkohë që 900 persona përfitojnë ulje të dënimit. Përpara deputetëve në Komisionin për Çështjet Ligjore dhe Administratën Publike, ministri sqaroi se asnjë person i dënuar për korrupsion, krim të organizuar dhe çështje që janë kompetencë SPAK dhe gjykatës së krimit të organizuar dhe korrupsionit nuk përfitojnë nga kjo amnisti. 380 persona fitojnë lirim të menjëhershëm nga ky projekt ligj që ne kemi sjell, ndërkohë që 900 persona përfitojnë ulje të dënimit dhe 0 persona të dënuar për korrupsion, për krim të organizuar dhe për çështje që janë në kompetencë të strukturave të posaçme antikorrupsion dhe të dënuar nga gjykata kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit GKKO përfitojnë nga kjo amnisti. Sipas ministrit, ky ligj nuk shuan asnjë të drejtë civile të viktimës, pasi e drejta e viktimës për dëmshpërblim mbetet e plot dhe e pacënuar. Deputeti i Partisë Demokratike Arjan Doi, pranishëm në Komisionin e Ligjeve, propozoi rishikimin e shtrirjes së amnistisë. Unë personalisht them, kam dy propozime. Më e pakta është 31 marsi i 2026, ndërsa më normalja, sepse unë hyj ata njerëz që pavarësisht se çka kanë bërë ato që ndodhen pas hekurave, t'u japim mundësi që ata të reintegrohen edhe të rikthehen në jetë. Sigurisht jo për gjitha llojet e veprave. Kështu që më e udhës do ishte data hyrjes në fuqi, siç e bashkon Eni 80 i Kushtetutës, mos gaboj, 15 ditë pas votimit fletor zyrtar. Projektligji i amnistisë parashikon lirim menjëherë të gjithë burrave që janë dënuar deri në 3 vjet ose u kanë mbetur për të vuajtur më pak se 3 vjet. Lirohen të gjitha gratë të cilat janë dënuar deri në 4 vjet ose u kanë mbetur më pak se 4 vite dënimi. Gjithashtu lirohen të gjithë burrat 60 vjeç e sipër dhe të gjitha gratë 50 vjeç e sipër. Lirohen edhe të miturit që në momentin autor të kryerjes së krimit kanë qenë më pak se 18 vjeç. Uli dënimi me 1 vit përfitojnë të gjithë të dënuarit e tjerë, ndërkohë që gratë të miturit përfitojnë 1 vit e gjysmë. Krahas asaj, pushohet procedimi për veprat të cilat dënohen deri në 3 vjet burgim me përjashtimet e parashikuara nga ky ligj. Përjashtohet nga amnistia të gjithë ata që kanë kryer vrasjet në rrethana cilësuese, të gjitha krimet seksuale, trafikimi, terrorizmi, korrupsioni dhe krimi organizuar, vepra zgjedhore, pastrimi i parave dhe çdo subjekt dhe vepër që është në jurisdiksionin e SPAK dhe gjykatës së krimit të organizuar dhe korrupsionit. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.